kushtëzuar kryeministrin Kurti për rikandidimin tuaj? Absolutisht nuk e kam kushtëzuar asnjëherë. E tëra që kam kërkuar apo më mirë them propozuar është që të mjepet një shansë që të shkojmë në sallë dhe ta provojmë. Ta shohim sa deputet po mblidhen, me qenë se unë kisha nga diskutimet individuale me deputetët, kisha garanca prej tyre se ata nuk do të bojkotojnë, sepse llogaritën i tash deputetët e Kuvendit të Kosovës e kishin ngritur dorën dhe kishin marrë pjesë në votim edhe për Slavko Simiqin, një nën kryetar për cilin ka edhe akt akuzë për shkelje të rendit kushtetues. Dhe ata nuk donin deputetët që ta bojkotonin Vjosa Osmanin. Dhe natyrisht që kishte një pozitivitet, një qasje pozitive dhe unë isha e bindur që bëhen numrat. Por edhe si kur mos të bëheshin, unë e tëra çfarë kërkoja ishte që të shkojmë deri në sallë dhe ta provojmë. Ajo nuk do të na dërgonte automatikisht në zgjedhje. Thjesht do ta shihnim nëse janë 79, gjë që nuk do të ishin, ju siguroj, do të ishin më shumë se 80. Por edhe si kur të ishin në një rast kështu të paparashikuar, ne prap nuk do të shkonim automatikisht në zgjedhje, do të mund të tërhiqeshim dhe pastaj të provonim me kandidatë të tjerë. Çfarë ndodhi në fakt ishte që prapa shpinës sime punohej me shumë kandidatë të tjerë. Dhe unë e kuptoja nga televizioni që po punohet me kandidatë të tjerë, përderisa mua më thuhej provo me i bind opozitën, dhe kur deputetët të caktuar të opozitës mua më thanë që do të rinë në sallë dhe ai ishte numri i mjaftueshëm, pastaj mu kërkua që t'i bëj 85. Pra gjithmonë ngritej kushti, edhe pse një gjë e tillë nuk është fare nevojshme, 80 janë të mjaftueshme, por asnjëherë asnjë kusht, ta sqaroj. Po thuhet që kinse unë i kam kërkuar garancë kryeministrit për 80 vota, nuk është e vërtetë. Nuk i kam kërkuar atij garancë. Kam kërkuar përkrahjen e tij dhe natyrisht që unë punoja edhe me opozitën që ta arrim atë 80 në sallë dhe përkrahjen e 66 deputetëve të koalicionit. Pra, kjo është çështja. Pastaj thuhej që ke kërku që me i dhënë LDK-s ministri. Kjo është një gënjeshtër. Kur nuk i kam kërkuar askujt që qoftë LDK-s, qoftë partive tjera t'ja jap ndonjë ministri. Kur s'kam kërkuar që të bëhet ndonjë koncesion as me deputet individual, as me deputet të komuniteteve, jo shumicë. Kam kërkuar thjesht të flasim me ta dhe t'u shpjegojmë pse është në interes të Kosovës që na njihnin në publik dhe në popull si binom i shpresës, që ky binom i shpresës ta vazhdoj punën e përbashkët, sepse rizgjedhja ime si presidente do të nënkuptonte edhe vazhdimin e qeverisë, vazhdimin e sigurt, pa asnjë pengesë të vetme, por me suksese të plota, me suksese të shumta. Pra, nuk i kam kërkuar asnjë kusht, asnjë koncesion, dhe pastaj kur thuhej që i ka refuzuar në nënshkrimet, jo, nuk kam refuzuar unë në nënshkrime. Çfarë më është thënë, diku 2 net mos gabofsha para skadimit të afatit, 2-3 net, ishte, dhe kjo ishte pasi mu komunikua mungesa e përkrahjes nga ana e kryeministrit, dhe po flas për mungesën e përkrahjes së atyre 57 votave. Mu tha, eja dhe futu si kandidate vetëm formalisht, si oponente e zotit Konjufca, me cilin unë kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm, dhe ta shohim se si po rjedh, por unë kur i pyeta pse kemi nevojë, unë dhe zoti Konjufca jemi kundërshtar. Kënde përkrahni ju, e kam unë përkrahjen tuaj në një votë të tillë. Natyrisht që një përkrahje e tillë nuk më dha, sepse unë jam presidente e Republikës dhe do të ishte absurde që unë të futem në një garë të tillë thjesht sa për një kriter formal, sa për sy e faqe, sa për të tentuar të bëhet një quorum, por asesi për të zgjedhur, asesi për ta marrur përkrahjen. Pra nuk ka pasur të bëj kjo me refuzim të nënshkrimeve, por refuzim të një keqpërdorimi do të thoja edhe të integritetit të këtij institucioni, se unë nuk kandidoj nga rruga, por kandidoj nga ky institucion të cilin e kam drejtuar që më shumë se 5 vite. Pra unë nuk mendoj që është dashur që të bëhet një lojë e tillë me institucionin në radhë të parë. Harrojeni emrin. Kushdo që është këtu në këtë institucion, ti thuhet nesër pas nesër.
eja dhe kandidohu vetëm sa për formalitet, unë besoj që e dëmton institucionin në vetvete pavarësisht se kush është individi. Pra nuk janë vendosur